Kjo tregon se djersa puna e bërë në vendet e Europës, nga djemt dhe vajzat, nuk ka qëndruar vetëm atje, po ka ardhur këtu sepse ju dhimbsen pronat e prindërve tyre, të parëve tyre. Kjo tregon se sa populli do vendin dhe sa qeveria do ta shkretoj vendin. Jo për interesat e popullit, po për interesat e oligarkisë kriminale. Për interesat e mafjes, sepse mafja është instaluar sot e 34 vjet. Dihet që para 90-s mafja bëri kërdin, por në demokraci mafja të bëj kërdin, kjo është një problem domethënës. Janë ndërtuar 5 hece dhe këto hece ujin e kanë përpir 30% si që lejon ligji që të rri në shtratin e lumbit, jo që nuk rri, por thonë të vjetrit e ka pir bolla. Kjo është bolla e pushtetit. Ky është pushteti i inkriminuar. Ky është pushteti që i ka marrë skalpin këtyre banorëve. Ky është pushteti që i detyron të rinjt dhe të rejat t'ikin prej këtij vendi. Banorët thanë që kanë investuar fëmijët e tyre, i kanë ristrukturuar dhe ndërtuar nga e para shtëpijat. Pra, me qindra miliona lek. Nuk ka shtëpi që s'është rikonstruktuar, nuk ka shtëpi që s'është ndërtuar nga e para, dhe banorët thonë që zona është plakur. Këtu kanë ngelur vetëm moshat mbi 60 vjeç. Jo se nuk duan, jo se nuk bëhet gjithçka, por pushteti harbut, pushteti hajdut, i ka bërë që t'i thaj për ujë, që mos ketë subvencione, që mos ketë rrugë, që mos ketë kanale vadice, që mos ketë ujë pisëm, që mos ketë energji, dhe çfarë do bëjnë ata? Do ikin. Kjo është gryksia, kjo është oligarkia, që ndërtojnë hece dhe shpopullojnë vendin. Absolutisht nëse do të jem në foltoren e parlamentit dhe do të kem votat e këtyre banorëve, po jo vetëm të këtyre, të trevave të Librazhdit, të trevave të Presit, të trevave të Sërrikut, të trevave të Gramshit, të trevave të Preqinit, të trevave të Elbasanit, të 6 qyteteve, unë do të bëj gjithçka mundem dhe foltoren e parlamentit do ta kthej në etalon vlerash me guximin tim për t'i thënë oligarkisë ndal dhe popullit të marrë hakun që meriton. Zoti e bekov të trevë të mrekullueshme. Zoti në fakt e ka bekuar, por dora e njeriut e ka shkatruar. Ne duhet i presim këto duar me forcën e ligjit dhe t'i japim atë që i takon natyrës dhe banorëve që banojnë në këtë natyrë të mrekullueshme. Duhet i japim një dimension të ri faunës dhe florës. Duhet i japim një dimension të ri investimit, strategjisë, ndërgjegjes dhe hapësirës për të, jo vetëm për të fituar para, po për të qenë vendi më atraktiv, më i vizitueshëm nga banor vendas, nga turist vendas, turistë huaj dhe kushdo që dëshiron të eksploroj. Miru takofshim sa më shpejt, por me një fytyrë dhe mundësi të re.